po sikur mënyra se si po përballesh me ankthin të jetë arsyeja pse ai nuk largohet kurrë. Shumë njerëz kanë mësuar të jetojnë me ankthin, duke menduar se kjo është normale, dhe shkojnë tek mjeku, i fusin ca medikamente dhe mendojnë se u rregullu gjithçka, por në fakt kjo është vetëm një gënjeshtër që po ja thua vetes çdo ditë. Cila është gënjeshtra? E para është medikamenti, kurse e dyta është se mendja në ndërgjegjshme nuk e ka aftësinë e diçkaje reale dhe një gënjeshtre, por i pranon të gjitha si reale, duke i përsëritur ato skenar në kokën tënde. E vërteta, pa këndshme është se ti po e forcon ankthin çdo herë që përpiqesh ta shmangësh apo ta injorosh atë. Çlirimi i ankhthit fillon vetëm kur përballesh me të sikur një nxënës shkolle që nuk e duron dot më bullistin. Nëse je gati të ndalosh gënjeshtrat dhe të përballesh direkt me të vërtetën dhe të zbulosh si të çlirohesh realisht nga ankthi, e ardhmja jote pa ankth fillon kur të jesh gati të pranosh të vërtetën. A je gati? Ju falemnderit dhe mirupafshim në vitit të radhës.